Belinda më ka telefonuar dhe më ka thënë që Bazarbexhet ka hyrë në garë. Dhe për hir të vërtetës ka qenë një tjetër arsye për ta dashur, për ta respektuar, për ta admiruar Bazarbexhet, sepse ne jemi shumë miq. Më 20 prill 2021, vetëm pak para zgjedhjeve parlamentare, kryeministri Edi Rama mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të kontratës koncesionare për ndërtimin e aeroportit të Florës, një projekt i premtuar prej vitesh dhe i konsideruar prej tij si një bast elektoral i rëndësishëm. Në atë moment Edi Rama shfaq i hapur kënaqësinë për finalizimin e kontratës, duke cilësuar procesin si të vështirë dhe të shoqëruar nga pengesa të vazhdueshme. Kontrata u firmos nga ministra e infrastrukturës Belinda Balluku dhe përfaqësuesi i konsorciumit fitues, ndërsa në përpaskenjë qëndronte Rama dhe biznesmeni Begjet Pacolli. Megjithatë, 5 vite më pas, aeroporti ende nuk ka përfunduar dhe ardhmja e tij është vënë në pikpyetje nga përplasjet mes aksionerëve, të cilët janë shoqëruar me pati civile dhe kallëzime penale për mashtrim dhe manipulim. Sipas dokumenteve të analizuara nga BIN, përtej të ardhurave të garantuara për 138 milion euro për koncesionarin, shteti rrezikon të përballet me detyrime shtesë financiare nëse kontrata ndërpritet para kohe. Gjatë negocimit të marrëveshjes, ministra e infrastrukturës mori përsipër pagesën e kredive bankare të kompanive private, pavarësisht kundërshtimeve dhe rekomandimeve të Ministrisë së Financave. Një tjetër element problematik lidhet me tarifat aeroportuale, ju lanë plotësisht në dorë të koncesionarit, pa mirëtim paraprak në autoritetin shtetëror. Ekspertët e ekonomisë konsiderojnë këtë projekt një shembull tipik të partnerëve publik-privat problematike, ku rreziku financiar i transferohet shtetit, ndërsa përfitimet i mbeten sektorit privat.